sa për njerëzve kanë humbë rrugën, sa për trive kanë deviju rrugën, sa për njerëzve e kanë lënë namazin, sa për njerëzve janë bashkangjit harameve, shkaku i shoqërisë keqe. Nga se njeriu Allahu Azza wa Jall e ka bërë tillë se cili njeri ka nevojë për shoqëri. As i njeri nuk jeton vetë. Se cili ka nevojë për njerëz. Nëse nuk mbahet me të mirët, do të mbahet me tjerët. Shoqëria e keqe e lun rolin më të madh për ta deviju njeriu. Derisa një prej dietarëve e përmend një rast, thot ishin disa prej trive, shoqëri e ngushtë, të cilët kishin kalu muaj edhe vite së bashku. Derisa njani prej tyre udhëzohet dhe pendohet dhe largohet prej tyre dhe i lën haramet, i lën gjunahet dhe i përkushtohet ibadetit. Mirë, po shoqëria si kur magnet nuk e lën atë dhe e thirin dhe e kërkojnë dhe shkojnë te dera dhe e thirin telefon vazhdimisht që mos largohet prej tyre. Subhanallah, në disa raste ma shumë ata ja japin hakun asaj të keqes se sa ne që ja japim hakun të mirës. Subhanallah, tregon hoxha në fjalë, thot derisa kalon një kohë dhe shkojnë dhe e thirin dhe i thonë jemi bë gati për një udhtim, do të shkojmë filan shtetin, kemi me blej një vetur edhe do të kthehemi. Shkojmë bashkë si kur tjera herë, shkojmë e marim edhe vim, nuk na gjen kur gjo. Bile është ma mirë që me të pas ty me veti, na përkujton diçka, na përkujton Allahun, ndoshta na largon mos bim edhe na ndo një gjuna, e kështu me radhë. Dhe kështu lun shejtani me njerë, derisa ky i penduar, ky i udhëzuar, ju bashkangjitet atyre, me shpres, me njet, që ndoshta do të ndikon në pengimin e tyre prej harameve. Dhe këte e bëjmë edhe ne në disa raste. Del me pi kafe me njerëz që s'kan frikë Allah, me njerëz që tavolina e tyre është me harame, me njerëz që qëllimi i tyre është që edhe ti të bëhesh si kur ata. Ama jo, unë dal me qëllim të mirë që ata të udhëzohen. Kjo është problem. Deri kur? Kjo është si kur ai i cili është duke u fundos në ujë dhe ti azgjat dorën që ta shpëtosh atë, mirë, po ai është më i fuqishëm se ti. Dhe në vend që ti ta tërheqësh atë, ai tërheq ti. Kur mundesh me azgjat dorën? Kur mundesh me azgjat dorën? Kur ti je më i fuqishëm. Po kur ata janë 3-4 vetë, cili është më i fuqishëm? Cili do të ndikon ma shumë, ti apo ata? A këtu besimtari rrezikohet. Andaj duhet ketë kujdes. Ky i ri ju bashkangjitet atyre dhe shkojnë në shtetin tjetër, në shtetin e huaj, dhe kur mbrin atje në mbrëmje, hynë në një banesë, qëndrojnë aty dhe natën e lanë atë në banesë dhe dalin për qefet e tyre, për epshet e tyre, për haramet e tyre, derisa takojnë një prej lavireve dhe kërkojnë prej saj: a ki mundësi me shku në filan banese, e kemi një shok, nëse arrin me ran zina me te, sa çmimi yt do ta pagujmë edhe një herë më shumë, vetëm me arrit qëllimin. Subhanallah, dhe pare me dhon, edhe pare japi njerëz, vetëm për devijimin e njëri tjetrit. Derisa e bajnë marrveshjen që lavirja të shkon të dera dhe ta arrin qëllimin me njeriun i cili ishte udhëzuar dhe i cili ishte penduar. Troket në derë dhe del dhe hin kjo mrenda. Mundohet që ta kundërshton, mirë, po kundërshtimi është i vështirë, sidomos për një tri i cili është në moshën më të vështirë për t'ju përballu disa harameve, sidomos në një shtet huaj ku nuk e sheh askush, sidomos në një vend errët, në një banesë ku është i vetmuar, derisa nështrohet, derisa bie, dhe pasi bie në zina, pasi kalon disa qaste me te,
i ofron alkoolin dhe pinë zbashku dhe e kalojnë natën zbashku derisa bin që të pushen dhe flen ky i ri dhe flen kjo lavire e cila e arrin qëllimin e shejtanit. Pushen ndërsa në mëngjes vin shoqëria dhe kthehen, hin banes dhe del kjo femër dhe u hap derën atyre. Thënë, si është puna? A pa të mundësi me bo diçka? Thot, puna është super. A kemi arrit qëllimin, ajo që u desht edhe u bo. Krejt është mirë, i merë të hollat edhe largot. Kur hin dhom e shohin shokun e tyre lakuriq, i zhveshur, i shtrirë në dhom duke flejnë. Dhe fillojnë që të qeshin me të madhe, fillojnë që të talen me të madhe, fillojnë që të bëjnë hajgare me shokun e tyre, dhe pastaj shkojnë që ta zgjen dhe ta thirin atë dhe të luajnë me te dhe e thirin filanin. O ti filan, çu zgjohu. Mirë po ai filani, ai shoku i tyre atë natë e ka pas natën e fundit të jetës ti. Subhanallah. O ti filan, çdo sen ka marrë fund. Subhanallah. Si do të del ky njeri para Allahut Azza wa Jall? Si ka vdek dhe si do të del para Allahut? Shoqëria e keqe është rrezik i madh për besimtarin, kushdo qoftë ai. Qoftë i udhëzuar, qoftë me vite në ibadet, qoftë larg harameve 10 apo 20 apo 30 vite. Rreziku është shumë i madh. Rreziku është shumë i madh. Andaj besimtari duhet të qëndron larg. Besimtari duhet t'i merr sebepe. Besimtari duhet mos mashtrat që të rrezikon dhe të provon. Nuk guxon me bë provë për në xhehenem. Veç me provu me pa vetveten, a muj me bë ball, as muj me bë ball. Nuk bëhet provë për me shit imanin. Nuk bëhet provë për me humb udhëzimin. Besimtari duhet të qëndron larg.